Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punova 20 vite me kontratë fiktive dhe mbeta pa pension. Quhem Lirie. Kam lindur në një fshat të vogël pranë Fierit, në një familje të zakonshme, ku deri dhe puna janë gjithçka që kemi. Babai më thoshte gjithmonë se puna nuk të turpëron kurrë dhe me atë mendim jam rritur. Në moshën 35 vjeçare, mbeta e vetme me 3 fëmijë të vegjël. Burri im emigroi në Greqi dhe nuk u kthye më. Nuk dërgonte para dhe nuk la as adresë. Unë duhet të mbaja shtëpinë, prandaj mora vendimin më të vështirë të jetës. Lash fshatin dhe shkova në Tiranë me shpresën për të gjetur një punë të ndershme. Pas disa javësh kërkimesh, një shoqe më njohu me një gruaj që kishte një punishte rrobash në periferi. Ajo më priti me buzëqeshje të ftohtë dhe më tha: "Do fillosh nesër. Puna është shumë, por nëse do, mund ta mbash për një kohë të gjatë." Pyeta për kontratën dhe sigurimet. Më tha: "Mos u shqetëso, këtu të gjithë jemi të rregullt. Më parë punojmë mirë se sa të merremi me letrat." Dhe ajo eci me teorinë që të nisja direkt punë dhe kështu fillova. Në atë punishte ishim rreth 40 gra, disa të reja, disa të moshuara si unë. Punonim nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 të darkës me vetëm një pushim të shkurtër për drek. Veshjet që qepnim shkonin jashtë shtetit, por pagesat tona ishin minimale, ndonjëherë 40.000 lekë në javë. Këto pagesa ne i merrnim dorazi, askush nuk fliste për sigurime. Kur vinte inspektimi nga shteti, shefja na jepte një listë me emrat që figuronin të punësuar dhe na urdhëronte të tregonim se çdo gjë ishte në rregull. Na mësonte çfarë të thoshnim në rast se na pyesnin. "Po, kemi kontrata. Po, na sigurojnë çdo muaj." Në të vërtetë, askush nuk ishte parë kurrë një kontratë të firmosur. Me kalimin e viteve, puna u bë si pjesë e jetës sime. Dërgoja fëmijët në shkollë, shkoja në punë, kthehesha vonë e lodhur, por e lumtur që po siguroja të ardhura. Bindja veten time se po ndërtoja të ardhmen të timen dhe të fëmijëve. Ndonjëherë kur dëgjoja vajzat e reja që ankoheshin për lodhje, u thoja: "Duroni se një ditë do keni edhe pension, mos e lini punën, plotësoni vitet." Më vjen për të qartë sa herë e kujtoj këtë fjali. Pas 20 vitesh, kur punishtja u zhvendos dhe disa prej nesh u pushuam nga puna, shkova te zyra e sigurimeve shoqërore për të parë sa më kishte mbetur për pension. Atje një vajzë e re dhe e sjellshme hapi sistemin dhe më pa me habi. "Zonja Lirie, ju rezultoni e pasiguruar për të gjitha këto vite. Vetëm 3 muaj ju kanë regjistruar." E pash pa e kuptuar, i thash që nuk ishte si të ishte e vërtet. Kisha punuar për 20 vite pa pushim, çdo ditë, madje edhe në festa. Ajo ngriti supet, "Më vjen keq, por në sistem nuk ekzistoni. Firma juaj figuron si e mbyllur vite më parë." Në atë moment më humbi toka nën këmbë. Mendova për netët pa gjumë, për ditët e ftohta kur kthehesha vonë, për duart që më digjnin nga qepja dhe sytë që mezi më shihnin. Gjithë ato vite për asgjë. U ktheva te punishtja, por ajo tashmë kishte emër të ri dhe pronar tjetër. Zonja Lida ishte zhdukur si të mos kishte ekzistuar kurrë. Punëtorët e ri nuk dinin asgjë për ne të vjetrit. Në institucionet shtetërore më dërgonin nga një zyrë në tjetrën. Askush nuk donte të merrte përgjegjësi. "Kjo është çështje civile", më thonin. "Duhet ta padisni pronarin." Por si ta padisja? Nuk kisha asnjë dokument, asnjë provë, vetëm kujtime, lodhje dhe duar të forta nga puna. Sot jetoj në një dhomë të vogël në kombinat. Fëmijët janë shpërndarë nëpër emigracion edhe pse më ndihmojnë me aq mundësi sa kanë. Më shumë se sa mungesa e parave më dhëm padrejtësia. Më dhëm që për vite me radhë isha e ndershme në një vend ku mashtrimi u shpërblye në këtë mënyrë. Më dhëm që i besova fjalëve dhe premtimeve boshe dhe jo vetes time. Kur më pyesin pse s'kam pension, them: "Sepse besova se shteti e dinte që unë po punoja. Por shteti nuk di asgjë për mua. Në dokumente unë nuk ekzistoj.
Në jetën reale jam thjesht një grua që punoi gjithë jetën për asgjë.